Depresioni ka njëherë mundet me fillu në zorë, jo ndru. Kjo nuk ndodh të krejt dhe jo domosdoshmërisht te depresioni klinik, po është shumë e rëndësishme me kuptu që kur trupi nuk është mirë as truni. Shumë njerëz kanë probleme me tretjen. Nashta jetu një i lodhur, nuk ka dëm barku, sa herë që po ham buk po njesh keq, nuk po mundesh me u pesh, po më shton pesh vazhdimisht, shumë problematika të tjera. Masnej tu ka shtu edhe një problem tjetër që nuk po njesh as mirë emocionalisht, je i lodhur, pa vullnet, nuk po të bëhet kur gjë, nuk mo personi i dikushëm që e ka. Kjo mundet me ndodh edhe për shkak të problemeve që i ki në zorë. Zorra me trunin komunikojnë vazhdimisht përmes nervit vagus. Nëse diçka nuk ka të shku mirë në zorë, truni alarmohet e masnej fokusohet veç te zorra e jo te gjendja jote emocionale. Ushqimi që ti e han është shumë i rëndësishëm edhe në mënyrën që ti njihesh, për shkak se 90% e hormonit të lumturisë, që quhet serotonin, prodhohet në zorë. Kur zorra çrregullohet ki trupi, çrregullohet edhe truni dhe gjendja jote emocionale. Prandaj para se me fajsu veten pse nuk je mirë, duhesh me kthyer trupin mas ashtu dashme të kallëzu diçka. E nëse si e ka dhe nësë kam janis, shkruna e nashta mujna me t'nimu.